Tani do t'i lexojmë disa thënie të bukura të Imam Aliut, i cili mendoj mos i ka dëgjuar edhe nga profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij. Imam Aliu thot: fjala e Allahut është ilaçi i zemrës. Ai që i dëgjon shpifjet, ai është edhe vetë shpifës. Pasaniku koprac është më i varfër sesa skamnori bujar. Goditja e mikut është shumë e dhimbshme. Njeriu i lumtur është ai që merr dituri nga tjetri. Tubimet e diturisë janë si kopshte të xhenetit. Jetim nuk është ai që s'ka babë e nën, po ai që s'ka mend. Dituria dhe urtësia janë gjëra të humbura tek besimtarët, për fat të keq. Lakmin s'mund ta kënaqësh asgjë pos me dhej. Pra, kur të hymë në varë, lakmia vetëm atëherë mund të kënaqet. Në realitet të humbet, sepse dhe vetë njeriu më nuk ekziston në këtë botë si lakmitar.